Në vigjilje të 137 vjetorit të çeljes së mësonjtore së parë shqipe në Korçë, ka nisur të shtohet fluksi i vizitorëve, të cilët duan të shohin e të njihen më shumë me Muzeun e Arsimit në Korçë, si dhe me historinë e arsimit dhe figurat kryesore që kontribuan në këtë çështje kombëtare. Nxënësit e një shkolle private të Tiranës, por edhe një grup vizitorësh nga Kosova, i gjetëm duke u njohur me historinë dhe përpjekjet e patriotëve dhe rilindasve për gjuhën shqipe, të ekspozuara në stenda dhe ambiente të ndryshme pranë Muzeut të Arsimit në Korçë. Këto përshtypje të jashtëzakonshme të mira, që kjo është një kënaqësi, që unë kam qenë edhe përpara, kam vizitu, por tash që kam marrë rregullume, më mirë, më pastër, më ketë, se kam qenë edhe pas disa vite, por tash kalon përshtypje jashtëzakonisht mëdha. Unë vi për herën e 4 këtu në Korçë, të vizitojmë mësojtorën e parë shqipe, kanë bërë një restaurim të tërësishëm dhe shumë bukur është. Nuk ngopëm me këtë që vi, mund të vi përsëri. Shumë mirë se që tashti piqëtungu del gjitha inteligjenca kombit tonë. Vitin e kaluar, Muzeu i Arsimit në Korçë ka numëruar më shumë se 14.000 vizitor, një shifër kjo që rritet nga viti në vit, edhe pas restaurimit të kësaj godine, duke ofruar informacionin historik në një pamje më bashkohore dhe tërheqëse, por edhe duke ekspozuar sende të ndryshme të përdorura nga mësuesit, nxënësit dhe patriotët që kontribuan për zhvillimin e arsimit dhe gjuhës shqipe.